Institucioni Operës dhe Filharmonisë së Kosovës të dielën mbrëma e shënojnë edhe një histori për skenën e muzikës klasike në vend. Ylli botror operistik, Ermonela Jaho, zhvendoset nga skenat e teatrove prestigjioz në një të improvizuar në ambient të hapur. Prej mbi një dekade kur ka mbajtur koncert në Prishtinë, tash vendin e ka gjetur me kushtet e njëjta infrastrukturore. E koncerti, si që shprehur Jaho në konferencën për media të shtunën, synon nxitjen e institucioneve për qasje serioze me projektin e teatrit të operës. Unë vi si artiste, por edhe me një detyrim shpirtëror, moral, dhe një detyrim patriotik për të shtyrë të gjithë së bashku, pse jo të ngrehim zërin të gjithë së bashku që ta bëjmë të mundur që kjo shtëpi operistike të ndërtohet, sepse është e domosdoshme. Koncert mjeshtria e formacionit Abigaila Voshtina tha se është e pakuptueshme që në këtë epokë të rinj të gjejnë adresa të reja për të ushtruar profesionin si pasojë e kushteve. Çdo lloj shteti, ne kemi yje që zhndrisin në çdo fushë të jetës. Dhe nuk zhdrisim dot në shtëpinë tonë, kjo nuk mund të jetë më e kuptueshme për mua. Dhe këtë e them si njeri që ka drejtuar institucione, njeri që ka luftuar për institucionet, si njeri që do vazhdoj të luftoj sepse janë disa gjëra që bëjmë pjesë tek idealet, jo tek pushteti. Mjeshtri italian Jacopo Sipari di Pescaseroli e drejton gala koncertin, të cilin e konsideron si përshkrim i karaktereve madhështore që Jahu u ka dhënë shpirt për gjatë karrierës së saj. This is not a concert. I think this is a cultural and Ky nuk është veç një koncert, është përvojë kulturore, sociale dhe emocionale për të gjithë. Është dhuratë, është privilegj të bësh muzikë me Ermonela Jahon. Është sikur të punosh në re, të kesh idenë se mund të flasësh me Zotin. Mendoj se ajo është numër 1 në botë që mund t'u jap të gjithëve senzacionin se njerëzimi është hynor. Ajo është poeteshe muzikës. I think she is the only one absolutely in the world. Kryetarja e Bordit të Operës së Kosovës, Reze Kryeziu Breznica, e ka vlerësuar moment historik koncertin me sopranon Jaho në Prishtinë. Përkundër bashkimit të forcave të Filharmonisë dhe të Operës, një numër i instrumentistëve janë të ftuar.